بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Falënderimi I takon Allahut, sa të falenderojmë për atë për ti falën e Tij të gojë. Përshëndetje tona qofshin mbi të dërguarin e Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e Tij, shokët e Tij të ndershëm dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Përshëndesim të gjithë të pranishmit e në shati mysafirët të cilët në këtë ditë vllahut kanë ardhur për të përgjigjur ftesës sonë dhe ftesës së Allahut për të thirrur në këtë fetë të pastër. Përshëndesim të gjithë ata të cilët kanë kontribuar në aktësimin e kësaj tribune, duke filluar nga imami I kësaj xhamie, Fadil Efendi Soba. Gjithashtu falenderojmë edhe kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Kashani, Florin Efendi Nezian, Shoqatën kulturore Parimi nga Kashaniku. Falenderojmë edhe xhamatin e xhamisë së Laçës Grop, të cilët kanë kontribuar shumë për realizimin e kësaj tribune. Jemi të duar sot në muajin e bekuar në një vend të bekuar në shtëpinë e Allahut për ta falendëruar të madhin Allah. Këtë turbim mallësor të organizuar nga Shoqata kulturore Parimi në Kashani, në bashkëpunim me Këshillin e xhamisë së Laçës Grop, e bëjmë më të legat të ftuarit tanë. Këtu para jush është një fytyrë e njohur për ju dhe gjithandaj trojë shqiptare, hoxha dhe ligjëruesi I njohur dhe I nderuar Sadullah Efendi Bajrami, I cili vjen nga Kumanova në cilësi e ligjëruesit në këtë tribunë. Allah shpërblet në xhenetin Firdaus që ka daku në parë për të përgjigjur ftesës sonë. I ftuari I Ramës është I njohur ndërkombëtarisht për leximin e Kuranit dhe njerë të shfitues I vendit të parë në garën ndërkombëtare për Kuran në Turqi, e Gzën Ibrahim nga Feriza, I cili na freskon me disa jete nga Kurani. Në mesin tonë kemi të ftuar dhe kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame në Kashani, Florin Efendi Nezian, I cili do të na japë këtë turbim me fjalë hyrëse dhe përshëndetje. Allah shpërblet për kontributin e tij që ka bërë pjesë. Për fillim të zakonisht të nderuar vëllezër, pa unë për fillojmë me disa jete nga Kurani I Keqësit, të cilat do t'i këndoj Gzën Ibrahimi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Allah shpërblet tek zona për ta jetën e bukura të Kur'anit që ai ka dhënë në zonën e tij. Pra siç kërkuam në fjalën e Mesihut për drejtarin të Këshillit të Bashkisë Islame, fjalën e Efendit Vezira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë falenderimet tona i bëjmë për të madhin Allah subhanahu wa ta'ala. Salavatet dhe selamet dërgojmë për pejgamberin Muhammedin alayhi salatu wa salam, familjet i të pastërt, shokët i të ndershëm, mbarë muslimanët cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e të dërgumit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e mbrëmjet të gjykimit. I nderuar imam i kësaj xhamie, i nderuar musafir, hoxh i ynë dhe mik i pandashëm i kësaj kohe, hoxh Esadullah Bajrami, të nderuar, të pranishëm, kam kënaqësi si dhe privilegjin që në emër të Bashkisë Islame të Kaçanikut t'ju përshëndes me selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vërtet, sot jem ata që gjindem në një mes ku i madhe Allah është i kënaqur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vërtet, është një ditë e bekume në muajin Ramazan që ne jem këto, por mbi gjithat duhet pas parasysh që
Ki muaj, pasi që jemi muaj shenjtë të Ramazanit, muajnë e begatshëm, muajnë e faljes mëshirës, jemi në 10 ditën e parë që Imam dhe Allah kanë shumë mëshirë mbi ne dhe besoj dhe dëshmoj se mëshira më e madhe sot që alhamdulillah e kemi po këtë musafir që besoj që çdo kush tjetër do ta kishte kënaqësinë, do ta shifte ëndër. Kurse ne dhe ju bashkarisht e kemi në mesin tonë, në mesin e të rinjve Kaçanikas, në mesin e familjeve tona, që do të na freskoj me atë diturinë cilën e ka alhamdulillah që po e thithim për çdo ditë. Do e pas parasysh që ka ardhur koha që muslimani jo vetëm Kaçanikas, por në barë botës ta ngrej gishtin dhe ta thot atë dhe të mbuhet me atë çfarë Imam dhe Allah na ka pruar neve, është dini Islam. Imam dhe Allah në Kur'an, në suratul Fusilat, u ka drejtuar besimtarëve dhe ka thonë: "Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allahu wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Thot, kush nga ju është në rrugë më të mirë se ai i cili thret në rrugën e Allahut, ai i cili bën një vepër të mirë, por edhe ai i cili kur gjendet i rrethuar në mesin e pabesimtarëve, në mesin e ignorantëve, në mesin atyre të cilët nuk ja duan të mirën Islamit dhe popullit musliman, është krenar dhe ngrej gishtin lart dhe thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Prandaj kjo është një dëshmi e madhe që ne kemi ngritur gishtin këta qaste, do ta ngrejmë edhe më tej siç e kanë ngrejë edhe të parët tanë dhe do të jem të mburur me Islamin, cilën Imam dhe Allah na ka punë shpëtimtar për ne dhe në barë botë kush do me përqafue. Prandaj sot është koha, sot është dita, sot është trendi i fundit që çdo popull ta kuptoje që krenaria është në anën e Islamit, derisa të tjerët po mbuhen me fetë e tyre gabume, se ne mos mbuhem me fenë tonë Islamet pastër që Imam dhe Allah ka thonë inna dina inda Allah Islam, fe vetëm ja pranume është Islami. Prandaj unë këto po them me kënaqësinë më të madhe, po e dëshmoj se kemi njerëz të cilët ende i kemë të pashfrytzuar. Po ja them për fund një thënie të Hasan el-Basriut, i cili ka thënë kam një mollë të mbjellur në Baçë, thot gjithë bota e din shijen e tij, ndërsa thot familja ime jo. Dhe unë prej shumë analizave që kam bërë dhe kam mendu dhe meditu, kam ardhur në konkludim se ai ka thonë unë kam një dituri të mbjellur në kokë që familja ime nuk ja di shijen, edhe ashtu ishte. Prandaj këta dietar që kemi Hoxh Esadullah Bajrami dhe shumë hoxhallar të tjerë, këta të rinj që kemi përpara, këta kanë një shije që deshtëm apo s'deshtëm patjetër është koha që t'ja fshijojmë atë shije, ta shijojmë ëmbëlsirën e tine, edhe besoj që kjo mund nuk ka me mungue. Zoti inshallah i shpërblen musafirët që patën vullnetin për të ardhur në mesin e familjeve tona, në mesin e popullit tonë, në mesin e muslimanëve në Kaçanik, kështu që ne lutim Allahun që këtë djalosh që na këndoi Kur'an, që na i freskoj zemrën dhe na i shëroj shpirtin, siç ka thënë Allahu në Kur'an që Kur'ani është shërim për besimtarët. Inshallah Allah e shpërblen dhe jep dije, ndërsa imamit të nderuar miku tonë të kahershëm, lutim Allahun që t'i jep fuqi, forcë, t'i jep dije dhe t'i jep vullnet që ka deri me tani të vazhdojë të ri. Allah i madhreshëm t'i dhaj imër. Prandaj edhe një herë me kënaqësi më të madhe urime Zoti inshallah ne jep të mira dhe Zoti inshallah na pranon lutjet dhe agjërimin. Faleminderit kaq shumë. Allah shpërblet kryetarën të bukur. Tash pa unë ko e javën fjallën të tajnë të sërtik të vini, Hoxhës dhe nderuar sallallahu alaihi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bën pasues të besimit
na bëri pasues të dinit Allahut Azza wa Jall. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi që ta përjetojmë këtë muaj të madh. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën prej atyre që i bojnë hizmet këtij misafirit të ndershëm dhe ndahet nga ne i kënaqur ai me ne, që një ditë dhe ne të jemi të kënaqur me to. Pra para se të flasmin ato fjalë që e kena parapar që t'i thojmë këtë ditë, inshallah, falenderojmë organizatorët në përgjithësi, e në veçanti falenderojmë kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame që na kanë nderuar, Allahu i nderon në dunja dhe në ahiret. Po ashtu falenderojmë hoxhën e nderuar dhe mikun i cili gjithnjëherë i ka pasur të hapur dirë për ligjeruesit të cilët këshillojnë me fjalë të Allahut Azza wa Jall dhe me fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu falenderojmë të rinjt të cilët kanë dhënë kontributin dhe janë bërë sebeb që në këtë vend dhe në këtë rast dhe në këtë ditë të madhe të ndëgjohen fjalë të Allahut Azza wa Jall dhe ju të pranishëm që na keni nderuar, Allahu ju nderoj në dunja dhe në ahiret. Pra vëllezër të ndershëm, pasi që ne jeni në këtë muaj të madh, fillimisht ja parajri këtë muaj në madh dhe lusë Allahun Azza wa Jall që ky muaj dhe ky misafir të jetë në ditën e gjykimit të dëshmon për ne, mos të dëshmon kundra nesh. Vëllezër të ndershëm, ne do t'i thojmë disa fjalë lidhur me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut kur flet për agjeruesin, e në veçanti për gëzimin e agjeruesit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se agjeruesi ka dy gëzime. Gëzimin e parë e ka në rastet, në çastet kur bën iftar, ndërsa gëzimin e dytë e ka në ditën e gjykimit kur takohet me Allahun Azza wa Jall. Shumë xhallar dhe dietar kanë folur rreth këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në veçanti dhe ne përgjithësi kemi folur me gëzimin e parë. E sot me emrin Allahut Azza wa Jall e bashkë të arsyeshme që të flasmi për gëzimin e dytë. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që të jenë këto çaste përgëzuese për të gjithë ne dhe këto ditët e nxehta dhe të gjata të jenë të lehta për agjeruesit, në veçanti kur dëgjojnë përgëzimet dhe premtimet që Allahu Azza wa Jall ja ka bënë në përgjithësi pasuesve të besimit, e në veçanti adhuruesve, e më të veçantë janë agjeruesit. Allahu na i pranoft agjerimin tonë. Pra vëllezër të ndershëm, temën të cilën tham do të flasmi titullohet pasuesit e besimit në ditën e gjykimit. Normal që nëse ndalmi me pasuesit e besimit se çfarë gëzime dhe përgëzime kanë në ditën e gjykimit, sigurisht që nuk do të na mjaftojnë një ligjërat apo më shumë se një ligjërat. Megjithatë, ne do të përpiqemi që të jetojmë disa çaste me disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi Allahut na përgëzon. Pejgamberi Allahut na i shton vullnetin që të jemi të vendosur në besimin tonë dhe të krenohemi me këtë fe që Allahu Azza wa Jall na begatoi dhe na dalloi nga shumë popull qerë. E janë i prasë bashku që të ndëgjojmë një hadith që e transmeton Imam Muslimi Sahihun e tij. Tregon Imam Muslimi, transmeton një ngjarje që ndodhi në shtëpinë e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Tregon Aisha dhe thot, tha pejgamberi Allahut përderisa ishte në dhomën time, men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Kush dëshiron të takohet me Allah, dhe Allahu dëshiron të takohet me ta. Ndërsa ai që nuk don të takohet me Allah, dhe Allahu nuk dëshiron të takohet me ta. Në këtë moment dhe këtë çast, kur i ndëgjon Aisha këtë fjalë, ndërhin dhe thot, ja Rasulullah, a karahiyatul maut,
thash për qëllim urrejtja e në hadithin që e thave ai që nuk dëshiron të takohet me Allah dhe Allah nuk ka dëshirë të takohet me ta, a mos është për qëllim vdekja, cili nga ne ka dëshirë të vdes, cili nga ne e don vdekjen. Ndëgjoni pra vëllezër, çka na përgëzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha jo oj Aisha, tha po besimtari dhe muslimani, kur në çastet e fundit të jetës së tij, në momentet e fundit të jetës së tij, tha vin melek nga xhenneti i Allahut, ulën pranë atij dhe përgëzoi dhe i thojnë të lumt o besimtar, të lumt o pasues i besimit, të lumt o agjerues, nga se Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me ti dhe Allah ka përgatit për ti dhurata të mëdha. Ta në këtë qasë edhe këto momente s'ka besimtar që i ka bojnë zmet dinit të vetë, vetëm se e zgjellë që të shkon të Allah. S'ka musliman në këtë qaste që dëshiron të jeton edhe ma gjatë, ka dëshirë të takohet me Allah dhe Allah Azza wa Jall dëshiron të takohet me ta. Pra vëllezër të ndershëm, pra pejgamberi Allahut na i letoi çastet e fundit të jetës së saj. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall në këtë çaste të vinë melek dhe të na përgëzojnë se Allahu është i kënaqur me ne dhe Allahu dëshiron të takohet me ne, e si mos jemi ne që të dëshirojmë gjithashtu të takohemi me Allahun Azza wa Jall. Rasti ditë që na transmeton Bara ibn Azib, i cili thot, ishmi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një varrim, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ul pranë varrit, ja nisi me çajt pejgamberi Allahut dhe tha: "Ej ikhwani, limithli hadha al-yawm fa'iddu", o ju vëllezërit e mi, kujtono për një ditë si kur kjo, përgatitni për një ditë si kjo. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Lutni strehim, kërkoni strehim prej anës Allahut që të mbrohen nga dënimi i varrit." E tha pejgamberi Allahut 3 herë, e pastaj i tha besimtari kur anë çastet e fundit të jetës, tha vin melek me fytyra të shkëlqyera, me fytyra të bardha, ulen pranë atij, me qefin nga xhenneti Allah, i parfimosur me parfimin e xhennetit Allah, ulen pranë atij dhe përgëzojnë këtë njeri dhe thojnë se Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me ti. S'ka brenga dhe s'ka mërzia, s'ka dëshprime për ti, për derisa ki qenë gjallë, ki qenë respektuas i urdhët Allahut Azza wa Jall dhe pasues i rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pastaj, për derisa minutat mbarojnë, jesin frimarjet e fundit, vën me laqa e vdekjes ulet e koka e ti dhe i thot: "Ejetuhan nafsu tayyiba", o ti shpirt mirë, dil nga dal, mos u brengos dhe mos u mërzit, se Allahu çdo gabim dhe çdo mëkat ta ka fal. Dil, për shkak se Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me ti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpirti besimtarit i përgjigjet thirrjes së melaqes Allahu dhe del nga dal si sta pejgamberi Allah, shpirti besimtarit del nga trupi sikur pikët e bokallit që shpikojnë dal nga dal. Del për shkak se është përgëzu se Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me ta dhe morin shpirtin e atij dhe vendosin e mbështjellin me qefinin e xhennetit, e parfimosin shpirtin e atij
me parfimin e xhennetit dhe ngjitën me lek lartë në qiell. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë çastet dhe rastet që Allah i pranon dua. Kur ja Rasulullah, një ndër rastet që Allah nuk e kthen prapa duan, tha kur del shpirti besimtarit dhe sytë e atij janë të hapur, tha pejgamberi Allahut, sytë e atij e përcjellin shpirtin e tij e shohin duke u ngjit në qiell, derisa melekët që prezantojnë e ngrisin lart te qielli i parë, trokesin në derë, që kujdestar të dirëve të qiellit thojnë, kush është ky njeri, cili është ky shpirt me erë të këndshme, thojnë a filani, biri filanit, ai që dhe ditët e zhekta, ditët e vapa, ditët e gjata i agjeroj, Allahu Azza wa Jall e nderon shpirtin e atij dhe thot erë e këndshme që mushet qielli i parë me erë të këndshme, që melekët thuaj se nuk nuhatin erë më të këndshme, vetëm kur ngjitet shpirti besimtarit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi dhe tha, pritje madhështore në qiell, vëllezër të ndershëm, ka shpirti agjeruesit, këto janë gëzimet më të mëdha të agjeruesit në këtë raste kur takohet me Allahun Azza wa Jall. Pritje madhështore në qiell, me miliona melek e përcjellin shpirtin prej te qielli i parë deri te qielli i dytë. Në qiellin e dytë i hapen dirë, gjithashtu pritje madhështore në qiellin e dytë dhe në të tretin, derisa Allahu Azza wa Jall e ngrit në qiellin e shtatë, ku gjendet e regjista e banorëve të xhennetit, po ku gjendet e xhenneti Allahut e lart në qiell, dhe Allahu e regjistron dhe verifikon dhe vërteton emrin e agjeruesit, emrin e ibadetxhiut lart në qiell, e regjistron në regjistën e banorëve të xhennetit, e pastaj thot Allahu Azza wa Jall, tash kthene në tokë. E kthej në tokë nga se thot Allahu, minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Prej tokë kemi kriju, në tokë të të rikthejmë prej tokës do të rinjallim. Pra dhe do të ndërshëm kthehet ky njeri në varr, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ende nuk është varrosur qëndron mbi kofomën e tij, e por sa të vendosat, por të shlohet në tokë, jetë të çastet e vështira të veçmuara, vetëm se ibadetxhiu dhe pasuesi i besimit s'ka mundësi asnjë çast të jetë i vetmuar. Në këtë rast i kthehet shpirti dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por sa ta mblojnë të vdekurin dhe kthehet xhamati, i vdekuri i ndjen zhurmën e farkemave të komëve të tij, dhe në këtë rast e kupton se ka vdekur. Ishte i angazhuar, ishte i përgëzuar, ishte i mirëpritur dhe i shoqëruar me melek të Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye deri në këtë çast i vdekuri nuk e ka nditur dhe nuk e ka ditë se ka vdekur, pastaj e kupton se është nda prej dunjaje. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vinë di melek dhe e pyesin atë njeri pasi ta ulin dhe i thojnë, mar rabbuk, kush është Zoti yt? Pasuesi i besimit, respektuesi i dinit Allahut Azza wa Jall, i përgjigjet Allahut let dhe i thot, dini im është, Zoti im është Allah. Cila feja ite? Feja ime është Islami, i përgjigjet let dhe kollaj. Kush është ky njeri? Kush është ai njeri që është dërguar dhe ju mësoi rrugën e xhennetit? Ta përgjigjet dhe thot, ai që na mësoi rrugën e xhennetit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pyetja e katërt që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, nga e ditë dhe kush ti mësoi? Po i mësove dhe ka i ditë këta.
librin Allah dhe kanë dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me vëmendje. Ato ishin shkaktar që na mësuan të i përgjigjem Allahut azza wa jall në pyetjet më të vështira në varr. Në këtë rast, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjohet një zë nga qielli dhe i thot: Sadaka abdi, të vërtetën e ka thonë robi im, pra shtronjani shtrojet e xhennetit, zgjeroni varrin. Thot pejgamberi Allahut, i zgjerohet varri, sa i shef sini gjatë, i shtrohen tepit e xhennetit Allah. Thot Allahu azza wa jall, veshni me petkët e xhennetit dhe hapjani derën e xhennetit. Thot pejgamberi Allahut, e veshin me petkët e xhennetit duke qenë në varr. I hapan dritarja dhe dera dhe i shiqon bukurit dhe mirësit që Allahu azza wa jall i ka mbjell me dorën e tij për pasuesit e besimit. Në këtë rast dhe qas dhe thot: O Zot i madh, bane kiamet që të kthejmë të familjarët e mirë. Atëre i thuat ati: pusho, dëfro dhe jeto disa qaste në këtë vend, kaloje natën e varrit, kaloje jetën e varrit, si kur dhondri i ri që she kalon natën e varrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallki do t'i përjeton e luhat erën e xhennetit, e shijon dhe i përjeton të mirat e xhennetit. Ja pra u hap dera, erdhi njeri i cili shkëlqente fytyra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shkëlqente fytyra më shumë se sa dielli shkëlqente fytyra atij që hi, i dhe selam dhe i thot: apo mnjerë, thot fytyra jote që ka anë, është një fytyrë e cila bën mish dhe me vetë, është një fytyrë e gëzueshme, megjithatë nuk po të njoh. Thot: jam unë e vepra jote, unë jam agjerimi jot në ditët e zhekta, unë jam agjerimi jot dhe adhurimi jot, unë jam kijami jot dhe namazi jot, unë jam zeqati dhe sadakaja jyte, unë jam urdhina të mirë dhe ndalesa nga e keqja, unë jam veprat e tua të lumë, s'na ke lonë në vetë, në ke boj zmet në dunja, e ke meritu që të jem me ti në varë, në këtë vend të vetëmum dhe nuk kena me të lonë vetë dhe në ditën e gjykimit. Këto janë përgëzimet që ne ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për pasuesit e besimit në këtë periudhë. Pastaj Allahu azza wa jall e ban kader që njerëz të rinjallen në ditën e gjykimit, të vinë prej toke siç vinë barnat, siç ka anë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye në këtë ditë të vështirë, ditën e prezentshëm para Allahut azza wa jall, vëllezër të ndershëm, nuk jena që të bëjmë krahasim mes atinëve të cilën nuk e ditën shenjë të rinë në Ramazanit, ata të cilët e ngranën muajin në Ramazan dhe nuk e patën der, nuk jemi të bëjmë krahasim për çka se krahasimi është shumë i madh. Në ditën e gjykimit qëndrojnë njerëz kam para Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi Allahu, dielli zbret mbi kokat e njerëzve, njerëz të zhitur në njerëz, një gjersat e tyre, disa deri në shok, e disa të zhitur në gjersat e tyre, pa ngron dhe pa pi. O ti që të duk dita e verës, dita e agjerimit e gjatë, a e din se ke për të agjeru një ditë më të gjatë? Para ta e Abu Darda radiallahu anhu i këshallon të vlezrit e vetë dhe i thonte: o ju vlezër, agjerone një ditë të nxehtë, për një ditë më të nxehtë, agjerone një ditë të gjatë, për një ditë më të gjatë, fani din direqat namaz në errësirën e natës, për errësirën e varrit. Pra vëllezër të ndershëm, ata të cilët nuk mujtën të përballojnë dhe të bëjnë dorim që të agjerojnë disa orë, sa kanë për të agjeruar ditën e gjykimit,
ja pra që ka në rëfen për nga meri Allah, 50.000 vite në kam pa ngran dhe pa pi, 50.000 vite në kam pa ngran dhe pa pi. Para ta, na e majtëm një ligjerat dhe i tham, agjero, para se ta imponuat agjerimi, imponimi agjerimit, para ta që nuk agjerua në këtë dunja, para ta që nuk e respektuan urdin Allah të zogjel, djeli do zbresin bi kokat e tyre, njerëzit të dëshprua, njerëzit të gjersiton në ditën e gjikimit, e janë i pra të jetojnë me pasuesit e besimit, me agjeruesit në ditën e gjikimit. Na tregon pejgamberi Allah, në ditën e gjikimit nuk ka hije, përpos një lloj të hijes. Në ditën e gjikimit toka e rrafsh, në ditën e gjikimit nuk ka racat e gurit, në ditën e gjikimit nuk ka ndërtesa që të him në hijet e ndërtesave, në ditën e gjikimit nuk ka vende të klimatizuara, përpos një vend, përpos një hije, hija e arshit Allahut azza wa jall, dhe Allahu shtatë lloj njerëz do t'i strehon në hijen e arshit Allahut. Njëri nga ata është dhe ajriu që prej rinisë së tij jetoj në Islam, njëri nga ai që e ka të lidhur zemrën e tij me xhamin dhe e din kohën e namazit dhe nuk e humb kohën e namazit, i përgjigjet thirrjes së Allahut azza wa jall. Njëri nga ato është edhe ata di vëllezër që u dashtën për Allah. Njëri nga ato është dhe ai i cili jep lëmosh, tregohet bujar, jep atë që e ka dhënë Allahu për ta fetuar atë që e ka premtuar Allahu azza wa jall. Njëri nga ata është ai i cili veçohet në vetmi, mendon dhe mediton dhe i rrjedhin lotët nga frika Allahut azza wa jall. Një është dhe ajo grua e bukur, e cila një grua e bukur i paraqitet një të riu largohet dhe e ruan nderin e tij dhe thot: inni akhafu Allah, unë kam frikë Allahu. Pra me ai cili e ka parollën e tij inni akhafu Allah, unë kam frikë Allahun azza wa jall, ditën e gjykimit të gjithë do të jenë në diell, vetëm ai do të jenë në hijen e Allahut. A nuk është agjeruesi që i tha ka mundësi në kushinën e vetë, ka mundësi në dhomën e vetë, ka mundësi në vendin të cilën nuk e shef askush të hanë dhe të pirë, që se boni këtë në ditën e Ramazanit, për çka se tha inni akhafu Allah, unë e kam dro dhe frikë Allahun azza wa jall, unë e kam dro dhe frikë Allahun, du t'ja lecoj vetës time në ditën më të nxehtë dhe më të vapë kur dalim për Allah. Të gjithë në diell, vetëm agjeruesin në hije, të gjithë 50.000 vjeç, vetëm agjeruesi ditën e gjykimit, e përjeton sa e përjetojnë mes drekës dhe ikindis. Kështu ka thonë pejgamberi Allah, sa do të zgjat dita e gjykimit për pasuesit e besimit, sa do të zgjat dita e gjykimit për adhuruesit që e kanë adhuru sinqerisht Allahun. Tha pejgamberi Allah, sa mas drekës dhe ikindis, Allahu Akbar, a ka nder më të madhe, edhe pse koha e shkurt kena mundësi ne mes drekës dhe ikindis me përballu zhegin, jo. Te Allahu azza wa jall s'ka mundësi mu zhegit, ai që e ka pas dro dhe frikë Allahun, ai që e ka besu dhe e ka dhuru Allahun, s'ka mundësi të zhegitet qoftë edhe sa direqat namaz, si që kanë ardhur disa hadithet pejgamberit Allahut, se pasuesi besimit, pra besimtarin ditën e gjykimit, nuk i zgjat ati ma shumë se sa direqat namaz, dhe ai do të strehohet në hijen e arshit Allahut azza wa jall. Edhe pse koha shumë e shkurt, Allahu azza wa jall do të nderon duk do të lën këta pa ngron dhe pa pi. Pra ndëgjone pejgamberin Allahu që ka në rëfen, kur erdhi Abdullah ibn Selami të verifikon dhe të vërteton se vërtet është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i dërguar, erdhi Abdullah ibn Selami, ja parashtroi 3 pyetje pejgamberit Allahut, për shkak se Abdullah ibn Selami tha nëse din mu përgjigj këto 3 pyetje, sigurisht që është pejgamber.
për ndryshe nuk ka mundësi me I ditë këto përgjigje vetëm pejgamberi Allahut. A e dini çka e pyeti Abdullah ibn Selami pejgamberin Allahut për sa arriti në Medinë? E pyeti Abdullah ibn Selami dhe I tha: "Ja Rasulullah, cili është ushqimi I parë që do ta hajnë banorët e xhennetit në xhennetin apo para se të hinë xhennetin Allah?" Cili është ushqimi I parë që do ta hajnë banorët e xhennetit? Ushqimi I përgatitur prej anës Allahut, I përgatitur në kuzhinën e Allahut. Cili është ushqimi I parë që do ta hajnë banorët e xhennetit para se të hinë xhennetin Allah? Ta pejgamberi Allahut, të parin ushqim që do ta hajnë banorët e xhennetit është mëlçia e balenës. Mëlçia e balenës, pyetni ju peshkatar që ju tregojnë se çka do me thonë me ngranë mëlçinë e balenës. Edhe pse normal se këto peshkatar tonë nuk kanë rast me po balenë. Për ata njoni, kjo do dalë pak vetëm 2 sekonda, do dalë prej temës. Njoni kishte qenë peshkatar mirë, po fatin e kishte pas zi, fatin e keq. Njoni më tha, unë e fatin e zi gjithnjë e kam, vetëm bostan e kam të bërë. Tha dhe bostanin ku ta blejnë deli jeshil. Pra njoni kishte qenë peshkatar, shkon me zonë peshke e qetë, kur e merë peshkat si fifirona, sardina. Ka qenë peshkat mëdoj e shef një kojqi, gjithë një peshkat e mëdoj, dhe shkon e pyet ata dhe I thot: "O ti filan qish pizeme peshkat e mëdoj?" Tha: "Shumë kollaj kjo." "Qish be kollaj?" Tha: "Unë që sa vjetë po përpisja, sa pun me zonë një peshk ma të madh se kishti jam." Tha: "Eskëm." Dhe ke shlën, edhe presi një 5 minuta kur në gjitët vërtet një peshk I vogël. Dhe në peshk I vogël e merë, edhe jam shon një dishu plaka, thot kush ka thonë mund gjiti, there babën tanë, there babën e plak, theri dhe jallar dhe mi gjallar. Për ata vletët të ndërsëm, normal se mëlçia e balenës a ushqimi ma I mirë që Allah I gostit, I nderon banorët e xhennetit, jo vetëm kaq ma e çuditshme që kam lexu literaturën dhe hadithet e pejgamberit Allahut, është kjo që do ta them tash. Thot pejgamberi Allahu azza wa jalla I ka bën dirë të xhennetit 8 dirë të xhennetit. Për ata Ibn Qayyim tha: "A keni pa fëmijën Kur'an barkën e nonës? Ushqehet nëpërmes kthizës. Kur lindë fëmia çka I bojnë më zbol? Ja prej kthizën. Nalet risk. E mbyllet kanali I riskut. O ti që frikër se nëse e le punën haram, po të mbyllet në riskun të jo. Tha fëmijën kur lindë ja presin kthizën, I mbyllet një kanal. Mirë po Allahu ja ka pregatit di kanale. Nanës I ka dhuru qomsh me di kanale për një fëmijë. Allahu abujar, Allahu njata merë diti ja. Tha Ibn Qayyim dhe fëmija, o shqet me qumsh 2 vjetë, mas 2 vjetëve s'ka qumsh mbyllën di kanale. Tha I hapën 4. Tha fillon fëmija me ngron mish, dhe fillon me ngron bim. Fillon me pi qumsh dhe me pi uj dhe familjen e ujit. 4 diri ju kanë qelë deri kur këta ka di kur I mbyllën. Frimarja e fundit po dalën, mbyllën 4. Allahu ja qelë 8 dirë xhenetit për ata. Kja është hikmeti dhe urtësia që Allah ta ka thonë mos u frikë se të mbyllën 4, për ti ka bon 5. Vetëm para Gjerusin e ka bon një derë të veçantë. Tha pejgamberi Allahu të disa e qonë dera xhenetit 40 vjetë, në pragin e derës me hec. E qonë dera xhenetit 40 vjetë në kohë me hec, pin skajnë se një del. Tha dhe derë të xhenetit janë që kuptoj. Qelu? Qelë. Mbyllë. Nuk ka nevoj as komandas me prek, po ato janë që komunikojnë dhe gjojnë, si që ka rarë në hadith dhe pejgamberit Allah. Tha pejgamberi Allah ka me arë një ditë. Ka me arë një ditë që besimtar kur të shkojnë me hinë xhenetin Allah,
thanë kanë mushtin kallaballëk. Alhamdulillah thunë, në të ketë kallaballëk se ka vend për kejtë, mos o thotë se po ta zënë dikon me ejgjë. Ka thonë pejgamberi Allahut, po të hinë xhennetin Allahut kallaballëk dhe shtihet njani me tjetrin. A keni provu dhe njerë kur ka kallaballëk, kur të shtinu çka ndodh? A di çka ndodh? Mas paku gjersitësh. Mas paku gjersitësh. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall para gjerusin e ka bon një derë ka emnin Rayyan. Çfarë do të thotë Rayyan? Do të thotë kushie ati nuk gjerzitë. Pse ja rab agjeruesit mos tin në përmes namazit, ato e din se nuk kanë agjerim nëse nuk bojnë namaz. Ja, tha nëse ato agjerojnë, do ta kenë një derë special që s'kanë për mu gjersit edhe kur t'hinë xhennetin Allah. A dini përse? Tha mjaft janë gjersit në dunjao. Mjaft janë gjersit kur kanë agjeru ditët e nxehtë në dunjao. Te Allahu Azza wa Jall s'ka gjersitje, pra hinë xhennetin Allah, si transmeton Ali ibn Abi Talib, por sa të hinë xhennetin Allah, tha e shef një pemë në pemët e trungu i pemës burojnë di burime. Tha sikur që Allah i urdhon këtë njeri që prej njonit burim të pije ujë. Pinë prej ati, disa djetarë kanë thonë e ka emnin Selsebila, tha keja burimi Selsebila, prej atë ditë kur të pije ke prej këti burimi, apo kanë thonë në të ditë që nga uji i Kauther. Inna atajnake al-Kauther. Lumi kujta? Lumi pejgamberit Allah. Pejgamberi Allah se ka rujt lumin ati për veti. Pejgamberi Allah e ka rujt për umetin e vetë. Për ata pinë për ujit Kautherit, prej atë ditë që pinë njeri prej ujit të Kautherit, kur më nuk i pijët, kur eqja nuk e ka plon, një. Shka të pije dhe shka të haje preja asaj dite, dalin njerës. Nuk ka nevoj me shku në WC. Dalin njerës. Era gjerseve ma e këndshme se era e misë. Pastaj, prej bunimi qërë, thot Ali ibn Abi Talib, ornohen që të pastrohet. Kur të pastrohet plako, bot i ri. Për ata e një plak të pejgamberi Allahu ta ja Rasulallah ban doa që në gjennet. Fa s'ka plec dhe plaka në gjennet. Ja nisi me qajt plaka ta mjeri tonë. Sa se po ishtë në gjennet ta i plak ku ka plec dhe plaka në gjennet. Allahu ka thonë ditën e kiameti i bojmë të ri. Kur pasrohen për këti ujë, bojnë të ri. Dhe i thuat atin dhe ju lumë. Keni në gjennet, kur s'keni me dalë, keni shëru, kur nuk s'mosh, jeni bo të ri, kur më nuk plakni, flokët, frizura, i keni në reqen, kur më nuk jo prishet, s'ka nevoj me përdol gjela, as nuk jo bin, as nuk jo thien, jo lumë, ta përhershëm jeni në ta, s'keni për me hi, s'keni me dal nga xhenneti Allahut kur. Ja pra njoni kur e pa a gjen një vajzë i dolle dhe kim shkëlqente sikur se dili dhe ki përpiqet ban sejde i dhojnë ati qka ke. Tha du mi po sejde se e pash Allahun. Tha ngritë të mëre se kjo është një shërptore e nusës tonë. Kjo është një shërptore e nusës tonë. Pra ata thot pejgamberi Allah, më pak dhe i fundi që hinë xhennetin Allah, një me shërptori rinë kam me pjata, qka ka me një pjatë nuk ka në qetër. Të lumë, nëse e ban punën me hinë xhennetin Allah, Allahu Azza wa Jall inderon dhe i veçon me 3 dhurata. Unë do të përpiqem të të mbaroj për shkak se me jetu me përgëzime dhe të mira që na kalon në hadithe pejgamberit Allah, na kalon edhe iftari. Për këtë arsye ne do të përpiqemi që do ta shkurtojmë maksimalisht siç e shkurton udhëtari namazin e tij. Megjithatë, thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e kiametit Allahu ja jep 3 dhuratë. Për ata ka thonë Allahu nuk e din që Allahu i befason. A e din cilat janë këto 3 dhurata? Kur t'ja jape Allahu që to 3 dhurata, krejt mira që Allahu ja ka dhonë, robit Allahu deri atë ditë i harron. E parë,
Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Selam I jep Allahu banorëve xhennetit. Kur deri atë ditë si ka dhënë Allahu selam kërkujt, të parën ditë Allahu robëve të vetë I jep selam. Dhe Ademin a.s. kur e krijoi Allah, tha ja Adem apishe që të melek, shko dhe jepi selam dhe të mësojnë qish me pranu selamin. Kjo përshëndetje e banorëve xhennetit në tokë, kjo përshëndetje e muslimanëve në tokë. Pra Allahu nuk I dha selam Ademit, nga se Allahu e rujti dhe e veçoi selamin në ditën e Kiametit për banorët e xhennetit. Kur të ndëgjojë veshi robëve të Allahut, pasuesve të besimit selamin Allah, që Allahu thot Assalamu alaikum ya ahlal janna. Selami Allah, shpatimi Allah, paqja Allah qof mbi ju o banorët e xhennetit. A di banorët e xhennetit që ja kthejnë, që se kthen, që si thot menzini kur t'jape imami selam. Thot Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Çdo musliman, çdo namazit duan ta din këta ta mëson para se shkon te Allah, që në ditën e Kiametit kur Allahu t'i jep selam, që din Allahut me akti selamin, kur aveshja ati, t'ja mundëson Allahut të ndëgjon selamin Allahut, që t'ket mundësi dhe t'i thot, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Musliman fillimisht, kur ishin namaz, në të jatë kur që ndrojshin thojshin, Assalamu ala Allah, Assalamu ala al-malaike, Assalamu ala ibadillahi salihin, ta pejgamberi Allahut jo. Thëshin selami që mbi Allahun, mbi melekët, mbi robët e mirë, ta pejgamberi Allahut jo kështu. Se Allahu as-salam, pra emri të Allahut da as-salam, pra duke I quat selamit, pra po thuani at-tahiyatu lillah, përshëndetjet tona, lavdratet, mirënjohjet, falënderimet tona, ja çojmë Allahut azza wa jall selamin. Allahu ja kthejnë ditën kur Allahu na begaton xhennetin e tij. Ditën dhurat. Transmeton Ebu Said al-Khudriu, tregon dhe thot Allahu azza wa jall I thot banorëve xhennetit, o banorët e xhennetit, aty jep diçka që s'ju kam dhënë deri sot. Të njarët që shko mundësi mos me në pasdon. A nuk është pak që në ke zbarë fityrët. O gjuhë në ditën e Kiametit që Allahu ka thonë Kurani Kerim, ka fityra që kanë mundësi dhe ka fityra kanë me shkëlqi. A nuk jeti që në I zbarë dhe fityrët, në I pranove adhurimet dhe të mirët, në I fale gabimet dhe lëshimet, në shpëtove nga zjarri I xhenemit dhe në nderove me xhennetin e tanë. A nuk është kjo mjarë? A nuk është kjo mirësi që qatë mire mundet me pas? Ka ditë pejgamberit Allahut I fundi që I xhennetin Allahu I jep sa 11 herë toka dhe I thot lip. A di sa lip? 40 vjet me radhë të lipi Allahu. Njani prej neve me thonë hajde lip. Ja nis njani me lip 5 minuta harxhohu. Por edhe të këti harxhohet në ahiret. Allahu ja kujton, çka po do pedo një vill, pedo ket, pedo atë. Thot Allahu mos po duhet edhe kjo. Po Allah mirë ka qenë. Thot mos po duhet edhe kjo, ka anë transmetime 40 vjet. I lip Allahu dhe 10 herë ma shumë I jep se I ka lip. I po këtë ditë për thot aty jep diçka që s'ju kam dhënë. Tha çka mund me I dhënë Allahu robëve të Allahut kur I xhennet. Tha prej sotit jam I kënaqur me juve, kur nuk I dhënona me ju. Kjo dhuratë e ditë që Allahu azza wa jall e ka veçuar për banorët e xhennetit dhe dhuratën e tretë që ka premtuar Allahu në Kur'anin Kerim dhe ka thonë wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ditën e Kiametit do t'i ketë disa fytyra që reflektojnë. A dini cilat kanë këto fytyra? Janë fytyrat të cilat e shiqojnë Allahun azza wa jall. Ditën e Kiametit Allahu e realizon premtimin e Atij, I heq perdat dhe e shohin Allahun azza wa jall. Kur ta shohin Allahun, I harrojnë të në të mira që I kanë përjetuar deri atë ditë. Allahu ja plotson dëshirën atyre dhe përfundojnë këtë ders me dhuratën e fundit që transmeton Imam Tirmidhiu dhe thot:
me pas vdekjen në xhennet, banorët e xhennetit këtë ditë kishin vdek pe gëzimin. Me pas vdekjen në ahiret, këtë ditë banorët e xhennetit kishin vdekan prej gëzimit, siç e transmeton Imam Tirmidhiu. Thot Allahu Azza wa Jall, në rafin pejgamberi Allahu dhe thënë ditën e kiametit, kur din banorët e xhennetit në xhennet, banorët e zjarrit në zjarr, Allahu i thret banorët e xhennetit dhe thot: o ju banorët e xhennetit, ta ngrejnë kokat dhe shigjojnë. O ju banorët e zjarrit, i ngrejnë kokat dhe shigjojnë. Thojnë ape njihnin kanë. Allahu e ben vdekjen, qatë që e kena shiju në atë kohë të gjithë ne në formë të një dashit të thim, si që ka në ati dhe pejgamberit Allah, me xhenemi dhe xhennet, ape njifni, thot po ja Rab, çdo njani nga ne vdekjen e ka shiju dhe e ka pa. Atër Allah urnon që të therrët vdekja, në atë kohë gëzohen banorët e xhennetit dhe thojnë me pas qenë, me pas ekzistu vdekja në xhennetin e Allah, prej gëzimit madh do të kishin vdekën atë ditë. Dhe transmeton Imam Tirmidhiu, me pas vdekje për banorët e zjarrit, do të kishin vdekën prej dëshpërimit në zjarr për shkak se këtë ditë e kuptuan se kanë met në atë vend të përhershëm, s'ka lehtësim për ta dhe s'ka shpëtim. Pra vëllezër të ndershëm, a ja vlen që ne për këto të mira dhe shumë ma shumë se ka të shëfola që ne me lon fen Allah, a ja vlen me na mashtru dunjaja, ku Allah në rëfen për këtë dunja kalimtare, të gjithë e kiametit Allah i pit jo besimtar munafikët dhe i thot: kem labithtum fil ardi adada sinin, vallë sa jetuat, thot nuk e dim, kemi jetu një pjesë ditës, një gjysdite apo një ditë. Një gjysdite apo një ditë. Aja vlen që transmeton Imam Enes ibn Malik, që thot pejgamberi Allah, ma i lumturi në ditën e kiametit, ma i lumturi në dunja, ai që nuk ka pas asni telashe, asni brejnë, vetëm me prek zjarri xhenemit, e pisin dhe i thojnë: a filana, ke qeni lumë të njerë? Thot kur? Ma i vuajturin ditën e kiametit, vetëm kur të hien xhennetin Allah, vetëm kur të nohate erën e xhennetit, i thojnë: ma ke pas dhe një vuqje dhe një jetën tonë? Thot kur? Pra vëllezër të ndershëm, dunjaja kalimtare ash me vlerë për ato të cilët din të shfrytëzojnë dunjan, me këtë dunja e fitojnë xhennetin Allah. Allahu na bon prej pasuesve të besimit, Allahu na bon prej banorëve të xhennetit, Allahu na deroj me këto përgëzime që na ka paralajmëru. Allahu ju shpërblet për dorimin dhe sabrin, për shkak se vërtet e zgjata, nuk e kisha për qëllim të gjëmcona kaq mirë, po tema është shumë e gjanë, o përpiqa ta shkurtoj, s'disha kaq ta shkurtoj, po si që kanë thonë se mos ja jipni mikrofonet hoxhallarve e as telefonet grave, se ju lonë kërkun. Allahu ju shpërblet, Allahu ju nderoft të gjithëve që na keni nderu, Allahu na takoft në xhennetin e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nderuar vëllezër, edhe pse trupa tonë e ndjej të zëtë dhe këtë i bërë e kuja, na i tha sa fjallën për përzimin e të cilën e freskoj zemën, inshallah Allah më gjithë në gjykimit e freskoj në një në ashtë të ti. Tash nëse kejtë dërin për një lani nga i zonë. Ya
يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك في قرآن النعم الصواب ذي سام الناشيدوب شمدي مفريتوب ورسامي سيولاكوب أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allah shpërblet. Nëse ka dikush në një pyetje në shkallë është i zellë pak ko, mund të zbërmoni për një pyetje. Ndimon o Turini pa ndimon. Ja, hoje në kemi misafir. Keni pili. Pa nëse s'ka pyetje, Që dekën kej. për fund e falenderojmë Allahun e lartë madhëruar i cili na mësoi këtë tribun dhe gjithashtu i lutim Allahun që të shpërblet të gjithë ata të cilët kanë kontribuar për realizimin e kësaj tribune qoftë për një fjalë të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.